Tek Vllaznia ka nisur seria largimeve të futbollistëve, të para që po bën këtë gjë kuptohet që janë futbollistët jabanxhin, disa prej tyre nga që nuk kanë bindur me paraqitjen e tyre me këtë skuadër, por edhe ndonjë tjetër që kërkon një të ardhme më të mirë. Kështu pas dy malazezëve, Cicmila Agović, që siç është bërë ditur nuk janë më në planet e shkodranëve, kanë ardhur edhe dy largime të tjera. Mbrojtësi Lezhjan Ditmar Bicaj, ndonse ka qenë ndër më të paguarit në Shkodër, ka vendosur që të gjejë strehtë të re për sezonin e ri, duke firmosur tashmë me flamurtarin e Vlorës. Ai nuk është ulur të bisedojë me drejtuesit e Vllaznis nëse do të rinovonin apo jo, por ka zgjedhur një skuadër tjetër për të vazhduar karrierën. Përveç tij, të njëjtën gjë është duke bërë edhe sulmuesi lushnjar Brunild Pepa. Për të në fakt është ndryshe. Kontrata e tij me Kuqëblut ka qenë me opsion rinovimi edhe për sezonin e ri, por duket se të dyja palët nuk kanë qenë të kënaqura me njëra tjetrën. Ai erdhi për të luajtur në sulm dhe për të shënuar gola, por në fakt nuk arriti të shënonte asnjëherë në 16 ndeshje që është aktivizuar nga ana e trajnerit Cungu. Rrethanat mund të kenë qenë të ndryshme, por konkluzioni i përgjithshëm është ai se Pepa nuk ka bindur. Për këtë arsye, vetë ai është duke menduar të gjejë një skuadër tjetër e me shumë mundësi do të luajë në qytetin e tij të lindjes, në Lushnjë, nga që skuadra e tij është rikthyer sërish në Super League. Natyrisht që këto largime mund të mos kenë ndikimin e vet tek Vllaznia, sepse kanë qenë futbollistë që nuk kanë dhënë atë çfarë pritej prej tyre, por problemi është zëvendësimi i tyre me lojtarë të tjerë cilësor. Kjo nuk dihet ende se si do të bëhet pasi takimi shumë pritur i drejtuesve të klubit me stafin teknik nuk është realizuar akoma.